Skënderbeu pret këtu në këtë stadium të henën Dinamo në ndeshjen e dytë të Abislet Superiore, por duket se fusha nuk është ende gati. Drejtuesit e klubit, së bashku me punëtorët, po përpiqen që ta sjellin fushën e këtij stadiumi në gjendje optimale, por nuk dihet se sa do të arrihet. Kanë mbetur vetëm 5 ditë nga përballja Skënderbeu Dinamo, por stadiumi Skënderbeu ende nuk është në gjendjen që pritej në startin e kampionatit. Problemi kryesor mbetet tapeti i ri, i cili nuk po arrin ende kushtet e duhura, duke vënë në pikpyetje zhvillimin e ndeshjes në Korçë. Drejtuesit e klubit po përpiqen me të gjitha mënyrat që fusha të jetë gati për sfidën e parë, por në këtë moment askush nuk mund t'i jap garanci se tapeti do të jetë në gjendjen e duhur brenda 5 ditësh. Nëse situata nuk përmirësohet, një nga zgjidhjet që mund të merret në konsiderat është një marrëveshje mes Skënderbeut, Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Dinamos, që ndeshja të zhvillohet në stadiumin e Dinamos, ndërsa përballja e fazës së dytë të luhet në stadiumin Skënderbeu. Kjo do t'i jepte klubit korçar disa javë kohë për të punuar me tapetin dhe për të rikthyer stadiumin në gjendjen e duhur. Për momentin gjithçka mbetet e hapur dhe vendimi përfundimtar do të varet nga gjendja e fushës në ditët në vijim. Ndeshja Skënderbeu Dinamo është planifikuar të luhet të henën e 31 gushtit, por gjithçka mund të ndryshojë në varësi të situatës.